Agjent të krimeve të rënda dhe zëvendës prokurori i rrethit Sokol Nishani ka nisur hetimin për zbardhjen e krimit të dy fisht dhe identifikimin e autorëve të vrasjes së të dielës në Durrës. Hetuesit janë përqendruar në dy pista që vrasja mund të ketë ndodhur për hakmarrje ose prishje pazaresh droge. Ervin Kodra, 28 vjeç, u vra me breshëri armësh dhe rezulton autori një atentate të ndodhur disa vite më parë, po në Durrës, ku mbeti i vrarë Sajmir Balla. Kodra aso kohë u arrestua bashkë me dy persona të tjerë. Në këtë ngjarje ndaj tij rëndoi akuza e përkrahjes së autorit të krimit, ndërkohë që ishte i dënuar më parë për vepra të ndryshme penale. Vrasja ndodhi në Durrës rreth orës 20:45 minuta të mbrëmjes së të dielës. Dy të rinjt u ekzekutuan në një atentat mafioz, ndërsa ishin duke lëvizur me makinë tip BMW X6 nga Torra Veneciane drejt bankës kombëtare. Persona ende të paidentifikuar nga policia qelluan me automatik në drejtim të automjetit BMW, duke vrarë Ervin Kodrën, 28 vjeç nga Durrësi, dhe Endri Çausha nga Vlora, 25 vjeç. Sipas dëshmitarëve, autorët i kanë prerë udhën automjetit me të cilën lëviznin Dursaku dhe Vlonjati dhe kanë qelluar me breshëri automatiku në drejtim të tyre. Fillimisht autorët qelluan më përpara automjetin e më pas, për të siguruar që misioni ishte kryer me sukses, krijuan të qellonin në të dyja anët dhe në të dyja dyert e para. Makina doli nga kontrolli dhe u përplas me një tjetër automjet, ndërsa autorët u larguan me shpejtësi në drejtim të urës së Dajlanit. Meditëra persona u bën dëshmitar okular të ngjarjes, por fatmirësisht asnjëri prej tyre nuk mbeti i lënduar, ndërkohë në polici janë shoqëruar rreth 30 persona, ndërsa 10 gjoja janë gjetur në vend ngjarje. Dëshmisë ndaj viktimave është qelluar me breshëri automatiku.